Nëse nuk keni asnjë ide se çfarë do të përgatisni për darkë, atëherë kjo video është për ju. Përshëndetje nga Perla with Love Handmade, me një recetë për të veçantë dhe të shijshme për fëmijët tuaj dhe jo vetëm. Na duhet diku te 1 deri në 2 kg patate, të cilat do t'i qërojmë dhe do t'i ziejmë derisa të zbuten komplet. Ndërkohë që patatet kanë zier dhe poftohen, unë po përgatis salsën bechamel. Për këtë rast na duhen rreth 70 gram gjalp dhe diku te 7 lug miell, pra sa më shumë të bëjmë, aq edhe më shijshme del receta. Bechamelin besoj e dini përgatitjen, do të shkrim gjalpin, do të shtojmë 7 lug miell, dhe do t'i kaordisim pak derisa të zverdhet, por jo të marrë ngjyrë të kafe, dhe do të shtojmë me shumë shpejtësi qumshtin dhe pa u ndalur do të kaordisim në mënyrë që mos të krijohen në mënyrë që t'jetë një krem, të formohet një krem dhe jo të formohen kokriza. Pra siç e shikoni, ka dalë shumë e mirë bechameli im. Dhe tani patatet që kanë zier do t'i presim në këtë mënyrë në feta, diku te gjysmë centimetri të trash, pra jo shumë të trasha. Dhe do të marrim një tavë jo shumë të madhe, por nga këto të qelqit ose edhe tjetër t'jetë e vogël në mesatare. Dhe do të shtojmë 1 ose 2 patate dhe 1 sallam dhe djath tosti në këtë mënyrë. Unë e kam nisur me 1 patate, 1 sallam, 1 djath, por e kuptova që nuk ja dilje dot sepse kam shumë patate se sa sallam dhe e ndryshova duke e bërë 2 patate, 1 sallam, 1 djath. Në këtë mënyrë do t'i vendosim në tavë derisa ta mbushim komplet, të mbarojmë të gjithë përbërësit. Në këtë video ka filmuar komshia ime, e kishte për herë të parë dhe për këtë arsye është filmuar ca nga një anë në një anë, s'ka problem. Pasi i kemi vendosur në tavë, do të shtojmë përsipër bechamelin. Mos harroni të hidhni kri patateve dhe rigon. Unë kam harruar rigonin, por ju lutem shtoni rigonin sepse jep një shije tjetër. Dhe në fund do të shtojmë djathin e grirë dhe do ta vendosim në furrë të parangrohur 200 gradë. Siç e shikoni, merr një ngjyrë të kuqërremtë shumë të mirë dhe një recetë tepër e shijshme për darkat tona, sidomos për fëmijët. Faleminderit që ndiqni videot e mia. Nëse dëshironi dhe keni kuriozitet për receta të tjera të veçanta dhe të thjeshta, atëherë më bëni subscribe. Si ja u kam thënë dhe në disa video të mëparshme, unë përgatis për familjen time dhe nëse del e shijshme e postoj. Çdo gjë është reale dhe është mendimi im dhe janë receta jo profesionale, por për familjen time. Miropafshim.